Përshëndetje shqiptarë diasporës. Kënaqësi t'ju takoj në këtë lidhje Skype sërish. Unë jam Linda dhe ju po ndiqni programin më të ri në YouTube channel Zëri Diasporës. Fillimisht ju ftoj të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube channel në platformën tuaj informative. Ditën e sotme do realizojmë një intervistë shumë interesante me një deputet të njohur, kryetari i Partisë Republikane, zotin Fatimir Mediu, të cilin e kam në një lidhje Skype nga Tirana dhe do flasim sot për votën e diasporës, situatën politike në Shqipëri dhe për vëmendjen që ka diaspora shqiptare në këto zgjedhje. Përshëndetje zoti Mediu, faleminderit që u bashkove podcastit tim. Faleminderit ju për ftesën, përshëndetje të gjithë diasporës shqiptare, jo vetëm në Angli, por kudo që ndodhet. Fillimisht na informo pak për lëvizjet e fundit që ke patur për sa i përket diasporës shqiptare, besoj apo jo, ke pasur takime me shqiptar diasporës në cilat shtete apo vende konkretisht? Po, jo vetëm unë, po gjithë opozita është e angazhuar në takime në diasporë, do të thonë dhe duke kushtuar një vëmendje shumë të veçantë votës diasporës në mënyrën momentin e regjistrimit diasporës që ishte një detyrim dhe kusht ligjor, mundësitë për të votuar diaspora, por edhe në thirrjen që kush nuk është regjistruar për të ardhur dhe për të votuar 11 maj në Shqipëri. Siç e zoti Berisha ka deklaruar, por ne do në zgjedhjet 2025 janë zgjedhjet të diasporës, për faktin që diaspora me votën e saj mund të vendosë të ardhmen e vendit dhe shpresoj që do të gjithë bashku të bëjmë për të ndaluar rrëshqitjen e Shqipërisë drejt një humnere do të cila kontrollohet nga krimi i organizuar, korrupsioni dhe pafësia e qeverisë. Dhe ky është interesi besoj i atyre që jetojnë në Shqipëri, por edhe i diasporës, e cila ka qenë ndoshta pa votën e saj prezente në Shqipëri, por me një kontribut të jashtëzakonshëm ekonomik dhe financiar për familjen dhe ekonominë e vendit tonë. Kurse tash ka një angazhim të drejtë për drejtë, ne kemi në kandidim njerëz që vinë nga diaspora dhe shpresoj që kjo pjesëmarrje të rritë akoma më shumë, sepse unë besoj që diaspora dhe njerëzit e kualifikuar diasporës do të ishte shumë me vend që të përfshiheshin në parlament dhe në qeverisjen e vendit, duke krijuar kështu një kualitet të ri të jetës politike shqiptare për shkak të vetë formimit që ata kanë, të mënyrës se si jetojnë, të njohjes lirisë dhe drejtave, të raporteve me shtetin, të aspekt profesional që ata zotrojnë e kështu me radhë. Pra janë disa gjëra të cilat e bëjnë këtë moment jashtëzakonisht të rëndësishëm, jo vetëm për pjesëmarrje në votime, por edhe në angazhime konkrete politike të diasporës. Ne kemi qenë edhe në Angli, kemi qenë edhe në Itali, edhe në Greqi, edhe në Gjermani, 2 ditë më parë, ishim me zotin Berisha në Breshat e Italisë, ku bëjmë takim jashtëzakonisht të bukur, do të thosha, nga pikpamja e pjesëmarrjes, por dhe frymës që gjetëm tek njerëzit, dhe me ne ishin gjithashtu edhe miq tanë amerikanë që na asistojnë. Strategu i fushatës elektorale të presidentit Trump, Chris LaCivita, ishte pashtu prezent dhe bëri thirrje diasporës për të votuar për Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Zoti Mediu, ju jeni një figurë e vjetër politike dhe ju sot garoni në listat e mbyllura dhe i bashkoni koalicionit Shqipëria Madhështore. Çfarë realisht ju shtyn në këtë garë? Para unë kam një kohë gjatë që merrem me politikë dhe padyshim në gjithë këtë rrugtim politik qëllimi ka qenë që Shqipëria të eci dhe të avancojë drejt standardet e një shteti ku respektohen liritë dhe drejtat e çdo qytetari, krijohen kushtet ekonomike që atë që na ka falë Zoti ta zhvillojmë në ekonominë dhe mirëqenien e familjeve tona dhe të vendit tonë, dhe padyshim të arrijmë disa objektive të cilat janë besoj të përbashkëta për gjithë shqiptarët. Objektivi i parë ka qenë antarësimi i Shqipërisë në NATO, dhe unë kam pas nderin dhe kënaqësinë që kam punuar për antarësimin e Shqipërisë në NATO dhe mendoj që momenti më i rëndësishëm në pikpamjen e politikës jashtme është ky moment ku presidenti amerikan George Bush ka ardhur në Tiranë, kam qenë ministër mbrojtje në atë kohë, në krah zoti Berisha ka deklaruar Shqipëria NATO dhe pavarësinë e Kosovës, duke shtuar këtu një element shumë të rëndësishëm që është interesi ynë kombëtar. Dhe pastaj kemi pas edhe nënshkrimin e stabilizimit asociimit, liberalizimin e vizave. Pra, në politikë je për të shërbyer interesat e qytetarëve. Pra është një lloj misioni, do të thonë, që gërsheton ambicien tënde personale me qëllimet dhe interesat e qytetarëve shqiptarë dhe të kombit shqiptar. Dhe për këtë kam kënaqësinë të them që kam punuar dhe do të punoj deri në fund. Nuk kam ndonjë ambicie për pushtet personalisht që plas fare hapur. Unë ashtu si zoti Berisha, që më tepër se interesi për të qenë kryeministër apo për të marrë drejtimin e qeverisë, ka interesin për të kryer një mision. Dhe ky mision është rikthimi i pushtetit në duart e shqiptarëve. Ndërtimi një shteti funksional, ashtu siç jetoni ju në Angli, në një shtet funksional, ku shteti dihet se kush është dhe qytetarët dihet se kush janë, ashtu si në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në Bashkimin Evropian. Ne nuk mund të krijojmë peng i njeriu vetëm siç është Edi Rama për të kujtuar
kohët e Enver Hoxhës, nuk mund të rrim peng as të krimit të organizuar dhe as të korrupsionit, nuk mund të rrim peng të shkeljes ligjeve të drejtave qytetarëve, manipulimin e zgjedhjeve, ashtu siç nuk mund të rrim peng, do ta them fare hapur, edhe të infiltrimit të krimit të organizuar në blerjen e votave dhe manipulimin e zgjedhjeve. A mendoni se listat e mbyllura po ja marrin të drejtën shqiptarit për ta zgjedhur vetë përfaqësuesin e vet? A mendoni që kjo është një kërcënim për demokracinë, le të themi? Mendoj që shqetësimi juaj është i drejtë do nështruar në formën e pyetjes, për faktin e thjeshtë sepse besoj që ne jemi demokraci parlamentare përfaqësuese dhe duhet të përfaqësojmë qytetarët dhe jo thjesht vetëm partitë politike apo kryetarët e partive. Unë kam një bindje që në vitin 2008 u bë një gabim në ndryshimet kushtetuese që u shoqërua dhe me ndryshimin e kodit zgjedhor, i cili ka filluar dhe është agravuar akoma dhe më tej, dhe do të isha shumë herë me i prirur për lista të hapura, apo qofte edhe për një sistem ku të vendosej një threshold elektoral më i vogël se ai që ka qenë, sepse do të bënte që gjithë secili të konkuronte në bazë të votave të ishte apo jo përfaqësues në Kuvendin e Shqipërisë. Nuk ka sens që deputetët siç janë sot në listat e mbyllura ku nuk u numërojnë votat, të rrinë dhe të marrin frutet e punës të atyre deputetëve që luftojnë listat e hapura. Pavarësisht se ata që janë listat e mbyllura bëjnë punën e tyre, ne nuk rrim, do të punojmë për të thithur vota të tjerë, por sistemi që është sot nuk tregon se kush është kontributi i Fatmirit apo është kontributi i dikujt tjetër që është në listë e mbyllur, tregon vetëm kontributin atyre që janë në listat e hapura. Për mua demokracia është konkurim dhe demokracia vlerëson politikën apo politikanit në bazë të asaj që gjykojnë qytetarët dhe jo në bazë të asaj që gjykojnë kryetarët e partive. Emri Shqipëria madhështore ngjall shumë kurreshtje në fakt. Është vërtet krijon një lloj jehone kur e dëgjon tek secili dhe ka impakt, le të themi, është një slogan i gjetur. Por çfarë do thotë kjo për juve? Çfarë do thotë kjo për votuesit? Mund të na shpjegoni pak në terma të thjeshtë? Unë mendoj që Shqipëria madhështore është histori, Mhm. histori për të kapitalizuar dhe që është vlera më e madhe e historisë sonë kombëtare, dhe Shqipëria ka qenë madhështore, nuk dua të kthehem në momentet tona të rëndësishme historike, do duke filluar që nga Skënderbeu, që nga Rilindja, apo figura të tjera të cilat në aspektin do të thonë njerëzor kanë lënë shenjë jo vetëm në jetën e shqiptare, por në gjithë botën, siç është Nën Tereza e tjerë. Këta janë disa nga figurat madhështore të Shqipërisë, Ismail Qemali e kështu me radhë. Por nga pikpamja tjetër, unë mendoj që Shqipëria madhështore po ashtu në aspektin politik u bë madhështore me antarësimin e Shqipërisë NATO, liberalizimin e vizave. Por kjo Shqipëria madhështore që po flasim ne sot është madhështore për çdo qytetar të thjesht. Në radhë të parë për të garantuar dinjitetin e qytetarit përballë shtetit, respektimin e ligjit dhe barazinë përballë ligjit. E dyta për t'i dhënë një mundësi dhe një standard jetese kujtdo në Shqipëri. Një vend që ka falë Zoti që duhet patjetër të garantojë një minimum jetik dhe ne kemi përgatitur dhe atë quhet paketa e dhimbshurisë. Pastaj, mënyra si vlerësohet kontributi i çdo qytetari, qoftë ai në pension, qoftë edhe ai në punë, si është niveli i pagave, ne nuk mund të ecim në disproporcion të një shteti i cili në lidhje me politika biznesi klienteliste krijon një stres të pasurish në mënyrë të paligjshme dhe nga ana tjetër kemi varfërimin e shoqërisë në mënyrë të vazhdueshme dhe për këtë shkak në 12 vjet ne kemi rreth 1 milion shqiptarë që janë larguar nga Shqipëria. Pra ka disa gjëra brenda kësaj Shqipërie madhështore që kësaj radhe vinë nëpërmjet një programi të qartë prezantuar nga zoti Berisha, ku përfshihen të gjithë elementet e të drejta lirive qytetarëve, garantimi i dinjitetit tyre, për më tepër shpërblimi i drejtit tyre, politikat e taksave të një shteti të vogël, një shteti i cili nuk ndërhyn dhe kontrollon jetën tonë, një po ashtu edhe një qeverisje sa më funksionale për të vajtur pastaj edhe në politikat e interesit tonë kombëtar. Pra mendoj që kjo sjell edhe një qasje më drejt si vend, edhe duke parë se kush është situata në rajonin e Ballkanit, të cilat nuk duhet ngelin jashtë vëmendjes në aspektin e interesit tonë kombëtar dhe sigurisë kombëtare si vend antar i NATO-s. Deri tani komentuam situatën politike në Shqipëri, por ka ardhur momenti të kalojmë pak tek diaspora. Unë ju flas nga Londra sot dhe është shumë e rëndësishme që të kuptohet pak dhe roli i votuesit shqiptar, votuesve nga diaspora në këtë zgjedhje. Çfarë roli kanë ata realisht në këtë zgjedhje? A kanë një rol real apo thjesht janë spektatorë të këtij procesi? Janë absolutisht real, e para me votën e tyre, pjesëmarrjen e tyre në votim. Mos harrojmë që janë mbi 250.000 votues të diasporës, do kishin qenë shumë më tepër nëse Partia Socialiste do të kishte pranuar thirrjen tonë që të vazhdonte edhe për një kohë tjetër regjistrimi, edhe KQZ-ja ra dakord që se palët politike binin dakord.
Partia Socialiste ka tentuar që ta ketë një proces të kontrolluar nëpërmjet sistemit patronazhiste duke bërë presion mbi familjarët e tyre këtu për vendet e punës në mënyrë që të marrin votën e diasporës, por unë mendoj që diaspora është një kualitet tjetër votuesi në raport me votimin që kemi pasur, sepse janë shumë më të lirë, shumë më të qartë se ç'është shoqëria dhe demokracia, ç'është vlera e individit dhe vlera e qeverisë, dhe prandaj them nga pikpamja e kualitetit është absolutisht një vlerë, por edhe nga pikpamja e numrave është një vlerë e jashtëzakonshme. Vetëm Tiranë janë rreth 50.000 qytetarë cilët janë regjistruar. Dhe kjo përbën një numër të konsiderueshëm, do të thënë, mandatesh, qofse do të votohet drejt për të bërë ndryshimin në raport me manipulimin dhe grabitjen që ka bërë Partia Socialiste dhe që kanë plan që të bëjë dhe të vazhdoj. Dhe po ashtu edhe në qarqe tjera të rëndësishme ku krijohet një diferencë në pjesëmarrjen e diasporës për votat që duhet vinë në favor të interesave të tyre, të familjeve të tyre, pastaj partive politike. E thash, një element tjetër që duhet parë nuk është vetëm votimi atyre që janë regjistruar, por është dhe votimi atyre cilët e ndjejnë që Shqipëria është shtëpia e tyre, familjarët e tyre kanë nevojë për mbështetje, dhe mbështetja kësaj radhe nuk është thjesht ekonomike, por është një mbështetje me forcë në mënyrë që me votë, në mënyrë që ekonomia e tyre të shkojë në drejtimin e duhur. Dhe po ashtu diaspora është konsideruar dhe në programin ton, po e theksoj këtë, në mënyrën se si e shikojmë ne marrëdhënien me diasporën. Rikthimi i diasporës duhet fillojë nëpërmjet investimeve ekonomike në vendin e tyre. E Dhe qartë. ky është vend shumë herë më të qëndrueshëm në raportin. A keni frikë se shumë vota nga diaspora në këtë rast, shumë vota të së djathtës, le të themi, do të shkojnë tek partitë e reja, përfshirë këtu dhe zotin Basha? Po unë nuk kam ndonjë parashikim, do të thënë, por mendoj që ajo që ka ndodhur në Shqipëri në raport me opozitën duhet të jetë një lexim i drejtë për gjithë secilin, pavarësisht se jeton diaspora apo jeton në Shqipëri. Shkatrimi e opozitës në Shqipëri nga viti 2013 deri para pak kohësh ka qenë qëllim në vetvete i Edi Ramës, me të gjithë mekanizmat që ai ka përdorur shtetëror, institucional në Shqipëri e tjera, gjyqësor, duke penalizuar leadershipin e politik të opozitës, duke hequr të drejtën e logos partisë kryesore opozitare e tjerë, duke stimuluar element fake opozitare e tjerë, dhe mos të harrojmë që Edi Ramës ju dha kjo fuqi nëpërmjet veprimeve idiote që bëri nga 2013 deri në vitin 2021 opozita shqiptare. Ose doni ja u kujtoj, do në mënyrën se si u qasën reformën drejtësi, duke dhënë Ramës mundësinë për ndryshuar kushtetutën, dhe pastaj kur erdhi puna te çështja e ligjeve, Rama i ndryshoi në interes të tij dhe për të kontrolluar pushtetin gjyqësor, për të vazhduar pastaj me veprimin më absurd që mund të ndodhë ndonjëherë në politikë, djegja e mandateve, duke dhënë Ramës mundësi që të përfshihen në parlament njerëz që nuk kishin qasje opozitare për ndryshuar kushtetutën brenda 3 ditëve, siç nuk ndodh në asnjë vend as botës tretë, jo më në një vend antar të NATO-s. Po të doja akoma më tej, do në mos hyrja në zgjedhje lokale ishte një moment edhe një vendim akoma dhe më absurd, është sikur të bësh 100 metër sprint duke pryer këmbët e tua. Dhe kjo ishin veprime të një inkosciente, do e thash idioteske, të leadership politik të opozitës. Do shpresoja që gjithë secili të reflektoj për atë çka bërë. Nuk është opozita prone askujt, por nuk mundi që opozita do të përdoret si lojë për të kënaqur interesat e Edi Ramës. Dhe këtu po vjen një moment tjetër, pra të gjithoni ju, të partive. Absolutisht pluralizmi është i rëndësishëm, por pluralizmi politik është i rëndësishëm kur aktiviteti politik kthehet në përfaqësim parlamentar. Dhe Edi Rama në mënyrë qëllimshme ka ndryshuar kushtetutën. Këto parti politike sado vota të marrin, dhe kur këto vota nuk kthehen në deputet në Kuvendin e Shqipërisë, atëherë ky është interes dy fish i Edi Ramës. Edi Rama ka bërë të mundur që nëpërmjet ndryshime ligjore të ketë, po ju them, hapur 7 mandate plus vetëm për shkak të ndryshimeve kushtetuese që ka bërë në vitin 2020, sepse po i marr një analizë thjesht. LSI-ja duke mos qenë pjesë e koalicionit mori 120.000 vota, po mori vetëm 3 mandate. Në një kohë që Tom Doshi me 30.000 vota mori 3 mandate. Ky është problemi, të cilin duhet të analizojë çdo subjekt politik. Unë nuk e di çfarë do fitoj Basha apo e Mars, mirë Tirana pretendohet apo në një qark tjetër. Çfarë do marrin Dibër? Çfarë do marrin Gjirokastër? Çfarë do marrin Berat? Pra, këto janë njerëz që futen nga artë stimuluar nga pjesa tjetër e Partisë Socialiste që të shpërndajnë votat opozitare dhe për të fituar mandatet e Partisë Socialiste. E kuptoj. Si e komentoni këtë sistemin e krijuar nga qeveria për votuesit nga jashtë, do votojnë për herë të parë përmes një sistemi elektronik?
ku është bërë regjistrimi përmes këtij sistemi dhe pas vota e cila ka gjithë procedurën e saj deri në mbërritjen e saj në Tiranë. Si e komentoni? Është vërtet një proces i drejtë, transparent? Unë mendoj që është një proces i domosdoshëm edhe Të për gjithë keni shkak rënë dakord në fakt për ka sistemin. mirë, të gjithë domethënë është pak e përgjithshme, por unë po ju them që unë kam Ja të do të përgjithë po po. para mendoj që është e domosdoshme dhe unë kam kërkuar bashkë do ta vlerësoj domethënë shoqatën për diasporën e lirë domethënë ka qenë për Shqipërinë e lirë, kanë qenë njerëz të jashtëzakonshëm që shtyn mendimin e gjykatës kushtetuese, i kam mbështetur edhe me iniciativë ligjore për votimin e diasporës, por ka disa momente të cilat duhen vlerësuar. E para një herë domethënë ne duhet të heqim dorë nga votimi familjar. Dhe ky proces me diasporën e bartë riskun e votimit familjar apo të influencuar, apo jo. Do të thonë sepse mund t'ulesh në tavolinë në shtëpi, e secili do të thonë bëjmë një sap gjithë bashku dhe japim dhe firmosim votën dhe mbyllim në një zarf dhe e dërgojmë. Pra ky është një moment i cili do të thonë votimi familjar është një problem në këtë proces. Megjithatë, unë mendoj që është një proces i cili është i rëndësishëm, nuk është frym, është më tepër infrastrukturë dhe për këtë duhet jetë shumë e vetëdijshme opozita, pra duhet një infrastrukturë për jo vetëm për të regjistruar diasporën, por edhe për të pas kontakt vazhdueshëm me të dhe për të thirrur për të votuar, ashtu dhe pjesën tjetër që nuk është regjistruar që mund të vinë në Shqipëri. Ë është një moment i parë, por që mendoj jashtëzakonisht i vlefshëm sepse ne duhet kemi një dhimbje, por duhet të jemi edhe krenarë si kombë. Do edhe pse shpërndarë gjithë botën asnjëherë nuk kemi hequr dorë nga vendi ynë dhe nga familjet tona. Dhe nuk mund të ketë kuptim që do të mos ketë kontribut diasporës në procese vendimarrëse në Shqipëri. Çfarë do ju thoni atyre, zoti Mediu, që e lidhin emrin tuaj ende me ngjarjen e Gërdecit? A mendoni se kjo do të ndikojë në mënyrën e perceptimit të votës së shqiptarëve në këtë zgjedhje? Shqiptarëve të diasporës, shqiptarëve të Shqipërisë. Shko, Rama po përdor një taktik të qartë, kërkon që të bëjë çdo gjë pisë se të përpiqet të ngejë gjithmonë historira të cilat nuk kanë lidhje me realitetin e qeverisë 12 vjetëve. Sot ne jemi përballë një situate ku po ta shikoni Edi Rama thotë unë ta bëj Shqipërinë europiane. Unë besoj që ju jeni do në shtetase në Angli apo dhe ata që janë në Europë, nuk është çështje pasaportesh, është çështje kushtesh. Ju jeni në Angli apo ata të tjerë janë në Europë apo në Amerikë sepse nuk kanë pasur kushtet dhe mundësitë për ndërtuar të ardhmen e tyre në Shqipëri. Dhe Edi Rama, politikat e tij, varfërinë e vendit, korrupsionin, krimin, ka bërë që janë larguar mbi 1 milion shqiptar. Dhe nuk do të ballafaqohet në asnjë moment për këtë çështje dhe merret me çështje anësore, përfshi dhe çështjen që ju përmendi. Por meqense un jam Flasim për rastin konkret, flasim për juve, cili është raporti? rastin konkret, po ju kujtoj. Mhm. Në vitin 2008, un kam qenë ministri i parë që ka dhënë dorëheqjen si ministër, si pjesë e një përgjegjësie morale për shkak të asaj që ndodhi, edhe pse kam pas kërkesë nga të gjithë partnerët ndërkombëtar që nuk duhet i jepja dorëheqjen sepse çështja e demontimit të municioneve është një çështje tërësisht ushtarake e provuar si e tillë edhe tashmë në procesin gjyqësor me cilën unë marr pjesë. E dyta, unë kam hequr dorë nga imuniteti, çështja ka shkuar në gjykatë, gjykata e lartë e ka pushuar çështjen, ka disa vendime të gjykatave të shkallës parë, shkallës dytë e të shkallës tretë, kur çështja është parashkruar, do të thotë në elementin e analizës juridike, kjo çështje nuk mund të shqyrtohet më sepse afatet e parashkrimit kanë të bëjnë me sigurinë juridike. Edhe për më tepër nuk ka pas asnjë fakt të ri. Fatmir Mediu është hetuar në të gjithë botën, edhe për çështje personale familjare si kanë përballuar dhe nuk është gjetur asnjë moment shpërdorimi. Prandaj akuza ka qenë shpërdorim detyre. Unë nuk jam sot në gjyq për shpërdorim e Gërdecit. Ka mbetur pa u lakuar dhe emri i ish-kryeministrit zotit Sali Berisha në këtë Ka ngelur një gjë nga goja e Edi Ramës pa u lakuar që të ngelet Sali Berisha pa u Edhe lakuar. nga komentet e shqiptarëve, them të drejtën, ka pasur Komentet me për këtë çështje. komentet vinë për shkak të efekteve mediatike që krijohen. Do të thonë Edi Rama ka pas dhe kanë kontroll mbi 90% të mediave. Por meqense duhet vazhdoj është unë kam një akuzë jo për Gërdecin. Kam një akuzë për shpërdorim detyre. Vetë gjykata ka dalë në përfundimin që asnjë veprim im nuk ka të bëjë me shpërtimin e Gërdecit. Dhe shpërdorimi i detyrës është që ministri ka rritur kalibrat. Edhe më thoni ju në një vend të NATO siç është edhe Anglia, apo në një vend tjetër ku ka një ministër civil që merret me kalibrat e municioneve. Po këtu jetojmë në Shqipëri, do të thënë, dhe është një situatë tërësisht e ndërtuar qëllimisht edhe në raport me Berishën dhe figura tjera të opozitës për të përdorur drejtsinë për luftë politike, si një armë politike kundër opozitës, në mënyrë që të vinim në këtë moment siç jemi dhe bashkë
para zgjedhjeve hapim historira të cilat kanë ndodhur para 17 vjetësh. Do të cilat janë gjykuar dhe përpiqen sillen vetëm e vetëm për mbuluar atë çka ka bërë, do të qeveria sot me korrupsionin, me krimin apo vetë kryeministri. Mua më pyesin për shembull në gjyq se kush kanë qenë ata që kanë punuar në Gërdec apo jo. Punojësi unë s'kam asnjë lidhje, s'kam qenë ndonjëherë, nuk kam asnjë kontakt. Kurse kryeministri nuk e pyetin si e ka marrë vendimin për incineratorët, si ka marrë vendimin për sterilizimin. Ata që janë arrestuar apo ata që procedojnë janë njerëz që kanë dhënë dorëheqjen paraprakisht për të si temën pastruar figurën e Edi Ramës, por unë mendoj që kur ka një qeverisje ka dy aspekte në jetën politike. Si thash, unë kam dhënë dorëheqjen për arsye morale, sepse besova që një kohë që edhe pse isha shumë afër, punova për antarësimin e Shqipërisë NATO, humbur njerëz, humbur jetë njerëz të papafajshëm dhe për sa kohë ndodhi kjo, tash dorëheqjen si ministër, dhe pse nuk isha asnjë lloj përgjegjësie juridike. Por nëse do të thonë janë 100 milionë euro të inseneratorit dhe vazhdojnë të jepen nga qeveria, nga buxheti i shtetit që ka drejtim kryeministrin e tjera, merr një vendim për një gjë që nuk ekziston, për një kompani që nuk ekziston, apo sterilizime apo gjëra të tjera, të cilat kanë ndodhur në Shqipëri dhe për këtë janë dënuar dhe vazhdojnë dënohen njerëz. Dhe Edi Rama thotë që unë nuk kam qenë SPAK, kjo është sepse SPAK-u nuk guxon ta atëras Edi Rama. Kjo është e thjeshtë, sepse ka influencën e Edi Ramës. Nëse hyni në kuvend, cila do jetë betejë juaj për 4 vitet e ardhshme? Dhe këtu e kam fjalën për diasporën shqiptare më shumë. Unë do të luftoja që diaspora shqiptare në atë parë, jo vetëm të ketë drejtën e votës, por unë do të luftoja që opozita në atë parë të ftoj diasporën në qeverisjen e vendit, me fitoren e zgjedhjeve 11 maj. Unë mendoj që kemi nevojë shumë për cilëtetin e atyre njerëzve në diasporë që punojnë në institucione financiare, në institucione të artit, apo në institucione shëndetësisë të tjera. Do kishte një cilëtet tjetër jeta politike shqiptare. Pra, krahas atyre që kandidojnë, unë mendoj që duhet në qeverisje një qasje e tillë. Dhe pastaj unë mendoj që rregulli i sjelljes me diasporën do ka të bëjë me atë ligj i cili ofron mundësi diasporës për të qenë pjesë aktive në Shqipëri nëpërmjet investimeve të tyre, nëpërmjet angazhimit të ketë ndonjë institucion, ndonjë urë lidhëse për të pasur përfaqësues nga diaspora edhe për të dhënë kontributin e tyre intelektual, sepse ka shumë intelektual të mirë në diasporë që mund të ishin një potencial i rëndësishëm edhe për integrimin e Shqipërisë në bashkëpunim. Ne kemi pasur një politikë në kohë kur kemi qenë qeveri, politikën brain gain. Por unë mendoj që duhet shtrirë më tepër se sa brain gain. Ne kemi nevojë edhe për mendjen, edhe për kontributin dhe për investimet e diasporës. Pra mendoj që duhet parë një këndvështrim shumë më të gjerë sa që kemi parë më parë. Unë nuk jam me idenë që po ndërtojmë një ministri për diasporën apo një komitet për diasporën, që ne prej këtej ti tregojmë diasporës si duhet sillet apo për ta përdorur politikisht diasporën. Unë mendoj që ky hapi i parë i debatit që është krijuar për votimin e diasporës, a mundësinë që është dhënë duhet shoqëruar me një angazhim politik kudo që jeton diaspora për të bërë prezent të gjitha problemet që kanë njerëzit dhe për të kthyer ndoshta një parlament të diasporës, një kuvend të diasporës. Dhe ky kuvend i diasporës kishte mundësi që të përcillte pasaj në kuvendin e Shqipërisë në mënyrë legale apo në qeverisje figurat më të mira të veta. Ka disa mënyra organizimi, unë nuk mendoj që ne do shpikim rrotën sepse vendet tjera e kanë organizuar diasporën në mënyrë perfekte, jo vetëm për të votuar, por për të pasur dhe impaktin e vet. Mos ta filloj nga Izraeli, e cila do të shembulli më tipik i kësaj pune, apo Greqia, apo dhe vende tjera, apo Italia. Ne do të shikojmë modelin më të mirë që na qaset neve si shqiptar. Por në vend që ta përçajmë diasporën, ta fusim në sherr, ne duhet ta bëjmë diasporën që të jetë në shërbim të interesit kombëtar. Po ju marr dhe një fakt tjetër. Ju jetoni në Angli. Po ashtu edhe shumë mica e shqiptarëve në Amerikë apo në vende tjera. Dhe ju keni një raport tuaj me institucionet e vendeve ku jetoni, qoftë me House of Commons apo House of Lords apo Kongresin Amerikan dhe unë përfaqësues e Senatin e kështu me radhë. Këta janë njerëz që kanë një potencial të jashtëzakonshëm. Dhe kjo është një derë që e kërkojnë me ngulm të madh politika shqiptare. Dhe ju mund të ktheni dera që hapet apo dera që mbyllet në raport me sjelljen e politikës shqiptare, por dhe dera që stimulon një raport më drejt për drejt, që nësishëm don ligjor, ndërinstitucional, qeveri me qeveri, edhe pastaj në pikpamje të raporteve ekonomike që keni, edhe mundësitë investimeve, për të pasur siguri juridike, por edhe një politikë taksash që ta bëj një biznesmen anglez thotë që unë duhet vetëm në Shqipëri, arsyeja është pse. Siguria juridike është e para, e dyta mundësi për të pasur fitim më të madh, apo jo, se përndryshe do shkonte diku tjetër. Pra një seri gjëra të cilat opozita duhet ditë të tillë me diasporën.
Siguria është shumë e rëndësishme. Ky është shqetësimi kryesor i shqiptarëve diasporës dhe akoma kanë atë perceptimin në momentin kur ata janë larguar në ato vite, shumë vite më përpara që kanë ngecur po ta i perceptim politik të po ai perceptim që vendi ka qenë duke kaluar në ato momente dhe nuk është zhvilluar shumë kjo tek shqiptarët e diasporës dhe mendoj që është momenti që të flitet hapur të krijon ura lidhëse mes shqiptarëve diasporës dhe shqiptarëve të Shqipërisë. Nuk e di cila është agjenda juaj e radhës, nëse më vën ndjeni pak për sa i përket diasporës shqiptare, do keni takime tjera ose partia juaj në këtë rast? Besoj që po, unë ne nuk veprojmë si parti mbetëre, se veprojmë në bazë të koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim, dhe do të thonë kemi aktivitete që zhvillohen këtu, por dhe aktivitete komunikimi vazhdueshëm me diasporën. Do të jemi, besoj, edhe në Selanik, do përpiqemi po ashtu të jemi edhe në Londër sa më shpejt, besoj që është shumë e rëndësishme dhe domosdoshme. Dhe pastaj shikojmë edhe në vende tjera ku ka një përqendrim më të madh. Është bërë pak më e thjesht nga pikpamja e interesit për faktin sepse ne dim tashmë se sa janë regjistruar nga diaspora dhe ku janë regjistruar dhe përpiqemi që do të bëjë një politikë pak më specifike sepse nuk është për të bërë një politikë elektorale do të gjithën për të shkuar kudo, por atje ku vërtet duhen ruajtur mandatet, duhen shtuar mandatet. Në pikpamje elektorale kjo është e rëndësishme. Mhm. Në rregull, zoti Mediu, unë ju falenderoj shumë për kohën që gjetët për të biseduar dhe për të sjellë në fokus edhe një herë votën e diasporës dhe për t'i dhënë rëndësi këtij komuniteti që ka në këtë zgjedhje dhe që duhet të ketë jo vetëm tani, por edhe pas zgjedhjeve. Unë kam vendosur që të marr zëra nga të dy palët dhe nga gjithë aktorët politik për t'i pasur në fakt në platformën time dhe si dëshmi që pas zgjedhjeve të dimë nëse këto premtime do vendosen në jetë dhe si do jetë roli i diasporës shqiptare më tej. Ju falenderoj përzemërsisht dhe ju uroj suksese në këtë zgjedhje. Edhe sukses të gjithë shqiptarët që janë. E lutesha do 11 maj vota për numrin 1, sepse edhe në Londër dhe kudo në botë diaspora është njësh. Qartë, faleminderit shumë. Ju falenderoj dhe juve shqiptar diasporë që po na ndiqni përmes kësaj lidhje Skype. Mos harroni të lini komentin tuaj, të bëni subscribe në këtë platformë, në këtë dritare informative dhe është shumë e rëndësishme komenti juaj për çdo intervistë dhe për çdo tematikë që unë trajtoj në këtë program. Faleminderit dhe mesi pres ju takoj në videon e radhës. Deri atëherë, kaloni sa më bukur.